45 minuta. Mirëmbrëma të gjithë dhe të nderuar teleshikues, sonte në emisionin 45 minuta do të flasim për reformën në drejtësi, reformë e cila ka ngelcur pavarësisht se ndërkombëtarët tashmë kanë bërë punën e tyre, por ngelcet gjithnjë ka të bëjë me politikën shqiptare. Për diskutuar dhe për të kuptuar qëndrimin e Partisë Demokratike, kemi ftuar zotin Engelet Dalibeaj, një nga ekspertët politikanë dhe prezantoi me të dy pozicionet, sepse edhe debati mes shumicës dhe opozitës është nëse këtë draft duhet të trajtojnë ekspertët apo politikanët e të dyja palëve, gjithashtu ish ministri i drejtësisë. Mirëmbrëma zoti Dalibeaj, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Unë kam në fakt është Komisioni i Venecias me draftin përfundimtar sot i ka dhënë dhe vulën dhe besoj në mbi bazën e këtij drafti, nuk e di ju e keni marrë, biles mua më bëri përshtypje para disa ditësh menjëherë Ambasada Amerikane dhe Ambasada e Bashkimit Evropian nxituan që ta përkthenin dhe në Shqip, që do ja jepnin politikanëve tanë që të mos kishim situata do lloj dyshimi mbi tekstin. Po. Çfarë mungon tani, pse nuk konkretizohet ky draft? Drafti është, teksti është i përkthyer siç thatë dhe juve. Duket që mungon vullneti politik. Vullneti politik që këtë draft narrativ tashmë të shndrohet në një tekst përfundimtar të shkruar dhe për cilin bie dakord nga gjitha palët politike e për ta votuar më pas. Duket që mungesa e vullnetit tashmë, për çudinë e gjithëve, qëndron tek maxhoraca. Po pse tek ju jo, zoti Dalibeaj, se po përpiqem ta shpjegoj. Po përpiqem ta shpjegoj. Nga juve, siç edhe juve më prezantuat, debati tashmë duhet të jetë në tryez politikanësh apo në tryez ekspertësh. Nga këtu arrin të kuptosh edhe vullnetin apo dhe dëshirën për të vazhduar më tej me reformën drejtësi. Ne jemi në fazën kur ju e keni dokumenti përpara, kur gjithë puna kam nxjerrur disa shënime, do të pyes mbi bazën e këtij dokumenti. Po flas për në princip ku e gjithë puna e ekspertizës. Ekspertiza vendase, po e quajmë ekspertët e pavarur, të emëruar nga Komisioni i Reformës, ekspertiza e opozitës, ekspertiza e ministrit të drejtësisë, po themi edhe ata të cilët u konsultuan në një farë mënyre, e deri dhe ekspertiza e Komisionit Venecias kanë folur, kanë pasur kohën të flisnin, madje në dy episode, episodin e parë që ishte drafti i shtatorit dhe episodi i dytë përfundimtar që ishte drafti 15 janarit. Po. Do të thotë, ekspertët të gjithë fantazinë e tyre dhe gjithë talentin e tyre juridik e kanë shpalosur në këtë dokument që është sinteza, jo i vetëm në fakt, për të qenë i saktë do duhet të shihet së bashku ky dokument dhe dokumenti i parë. Të dyja këto dokumente përbëjnë bazën teknike prej ekspertize, mbi të cilën tashmë do duhet filloj të bluaj politika. Është koha e politikës. Është koha e politikës për të marrë vendime tashmë. Janë ata të cilët do duhet bëjnë zgjedhje, nga ju e keni lexuar në shumë prej paragrafe, në shumë nga çështjet e debatuara të konfliktuara. Ka dhënë zgjidhje zotërinj. Ka dhënë disa. Pikërisht. Jo vetëm një, kanë dhënë disa zgjidhje. Pra i takon tashmë politikës, të jetë ajo që të përcaktojë se cila është zgjidhja e cila kënaq interesat e secilës palë. Dhe kjo është thjesht një arsyetim racional, puna e ekspertëve ka mbaruar, do duhet filloj logjikisht puna e politikës. Dhe së dyti, do t'ishte vërtet hipokrite të vazhdoj deri në fund me idenë që të vazhdonin të bënin dhe politika ekspertët. Ekspertët janë nderuar dhe të respektuar në besten e tyre, ja ta mbaroj këtë, por në analizë të fundit, ata të cilët jo mund, por duhet të vendosin mbi fatin e reformës kushtetuese, dhe jo vetëm të reformës kushtetuese, është politika. Do të votojnë ata. Dhe vetëm për kaq, por është thjesht një akt, një mision i marrjes së përgjegjësisë politike mbi vete. Shkruarja e draft amendamenteve kushtetuese, votimi i tyre dhe ekzekutimi më vonë është akt i pastër politik. Politikanët do duhet të jenë ata. Politika do duhet të jetë ajo që të marrë përgjegjësinë në këtë moment. Ky është momenti. Sepse kjo është në fakt
këta zotërinjtë e nderuar të Venecës kanë bërë vetëm një gabim. Nuk e kanë shkruar diku që me këtë draft duhet merren ekspertët apo politikanët, se do ta kishin hequr këtë. Denise kanë thënë. Ku e kanë thënë këtë? Se kush duhet merren këtë tutje? Po ta shihni tek konkluzionet. Po. Ata kanë thënë që ky është një produkt tashmë i cili do duhet i nënshtrohet procesit të dialogut politik, madje thonë edhe e gatshme për viratim në kuvend. Po. Do thotë e kanë thënë në mënyrë të saktë, të qartë, që puna e ekspertizës dhe puna e Komisionit Venecës ka përfunduar është produkt që duhet i nënshtrohet filtrit politik. Megjithatë, zoti Alibej, se ju vërtet jeni marrë me këtë draft ose jeni marrë me qëndrimin e opozitës, por ju krahas ekspertit jeni edhe një politikan i mirëfill, nuk besoj se ka politikan më të lartë se sa një ish-ministër drejtësie. Pra dhe ekspertët e tjerë të Partisë Demokratike, edhe ata ishin politikan të rinj të kësaj partie, por edhe të afirmuar. Ç'të keqe ka që të merren sërish ata grupe ekspertësh nga të dyja palët dhe më pas drafti t'i heqi punën kryesore e Parlamentit ose Komisionit të Reformës. Ma them unë. Dhe shumë mirë që bëni këtë pyetje sepse kjo është ndoshta një nga ato çështje ose të paktën një nga ato kurthet e vogla ku njëra palë kërkon ta fus procesin. Po. Tani ju keni vënë re, besoj që këtu në shtator, kur opozita u bë pjesë pas bojkotit, korrekt në fakt, në shtator u bë edhe më konkrete pjesëmarrja e opozitës. U bë mundur që përfaqësues ose ekspert të opozitës, një prej cilëve isha dhe unë, dhe disa kolegë të mi, u bën pjesë temi e grupit të draftues apo të ekspertëve teknik. Nga ana tjetër, pretendimi i majorancës në kuvend, majorancës në komision, por që vazhdoi të qëndronin fort, ishte që ata vetë, përfaqësuesit politik, deputetët e komisionit posaçëm, nuk merreshin me përmbajtjen e draftit. Nuk ishin ata të cilët jepnin orientime, por se këtë u kishin lënë një pjesë ekspertësh, që prej tyre u pretenduan të ishin ekspertë pavarur, e nga ana jonë u pretendua, jo pa fakte në mënyrë të sinqertë, janë ekspertë të një anshëm. Nga ana jonë, ne u treguam fare të qartë. Ne kemi një grup njerëzish, ekspert, politik, të cilët marrin dhe përçojnë në tryezën e ekspertizës ato e cila është ndjesia, është orientimi, është direktiva politike e Partisë Demokratike. Po. Dhe kjo është e sinqertë. Kurse nga ana tjetër, nuk kemi sepse duket ja do të tregojmë se ku është problemi. Kurse nga ana tjetër, ekspertët e thënë shpeshherë edhe nga zoti Xhafa apo edhe nga zoti Rama në këtë rast, konsideroheshin ekspertë të cilët s'kishin kurfar lidhje me të djathtën jo, as me të majtën dhe me asnjë pjesë të politikës. Dhe opinioni publik nuk e në asnjë moment nuk e pranoi këtë qendrim të PS-s, zoti Alibej. Prandaj themi që mos ndalemi këtu. Ata ishin ekspertë e PS-s, ju ishit ekspertë e PD-s. Tani ç'të keqe ka të mbledheni sërish? S'do të kishte asnjë të keqe. S'do të kishte asnjë të keqe. Produkti do shkojnë ku vend. Kjo është pyetja. S'do të kishte asnjë të keqe, nëse në mënyrë të sinqertë edhe nga majoranca, nga Partia Socialiste, për të qenë vërtet i drejt për drejt e konkret, të konsideroheshin ekspert të Partisë Socialiste. Në këtë rast do të zhdukej ky kurthi i vogël i ekspertizës së pavarur për cilën pretendohet nga ana e Partisë Socialiste. A e thot zërin zoti Xhafa, apo e thot zërin një ekspert i emëruar që mbron interesat e zotit Xhafa, në këtë rast pak rëndësi ka, siç duhet të ndodh edhe në anën tonë. Po. Por se pretendimi, këmbëngulja e Partisë Socialiste që ta bëjnë ekspertët dhe të mos marrë asnjë lloj përgjegjësie vetë Partia Socialiste, ky është kurth i madh. Dhe tjetra, si është organizuar sot Komisioni i Reformës në drejtësi, ai parlamentari, në paritet. Po. Do duhet të organizohej edhe Komisioni i Ekspertizës në paritet. Po. Ku vendimet të merren gjithmonë me unison o me vot. Dhe ku asnjëra palë të mos kishte avantazhin e votës në këtë rast. Kjo është një gjë që nuk e pranojnë nga ana e Partisë Socialiste. Nëse plotësojnë këto kushte, pak rëndësi ka nëse diskutohet në komisionin politik, atë të parlamentit, apo në komisionin e ekspertizës, jo politik.
Pra, ju do ishte dakord nëse do bënte dy kushte sipas jush. Do njihte ekspertë vet dhe paritetin. Këto ishte do ju ktheten tryezë. Dhe këtu s'ka asnjë lloj problemi. Po pyetja është në këtë rast, përse këmbgulet nga ana e Partisë Socialiste që të mos plotësohet ose mos ravizohet kjo lloj tryeze politike apo ekspertize, do thotë quheni si doni, pak rëndësi ka. Po. Kjo lloj të ravizohen në këtë mënyrë, të strukturohen në këtë mënyrë, sepse mendojnë, besojnë, shpresojnë ndoshta që duke pasur një trup ekspertësh sipas tyre të pavarur, po për gjithë publikun jo, të cilët do të jenë ata të vetmit që do të vendosin kushtet e të tjerët, ekspertë opozitës, të LSI-s apo çfarëdo lloj, të mos kemi asnjë lloj zëri dhe të mos kemi as forcën vendimarrëse apo dhe bllokuese, ta themi hapur në këtë rast. Ky është një diversion i madh që i bëhet bashkëpunimit politik. Cila do të ishte tryeza? Ca ekspert të pavarur, do të ishin ata që do të vendosnin, do të ishin ata që do ta shkruanin edhe draftin e amendamenteve kushtetuese, siç edhe ndodhi. Na ndodhi kështu në shtator, e njëjta situatë. Ju nuk kishit paritet në rastin e parë? Jo, Denis. Ja, kjo ishte historia. Që në shtator, edhe më vonë edhe në të famshmin draft të 29 dhjetorit, pse na ndodhen probleme brenda tryezës së ekspertëve? Sepse nuk kishim paritet e para. Nuk kishim paritet dhe e dyta, sipas pretendimit të majorancës, drafti i vetëm, dokumenti i vetëm i prodhuar që do të kishte vlerë, do të ishte dokumenti që do të prodhohej nga ekspertët e pavarur, të emëruar nga majoranca. Dokumentet tona, ide tona, kontributet tona teknike, nuk mund të merreshin parasysh, dhe shumorën parasysh praktikisht. Prandaj ndodhi kjo histori, ku njëra palë ishte në avantazh, pala tjetër ishte dizavantazhuar, zëri i cilës nuk marr asnjëherë në. Të falenderoj, edhe pse hëngër më shumë minuta se ç'kishte kjo peshë, unë në fakt për të bërë pak edhe diversion mes jush, do më pëlqente më shumë që opozitët ta përfaqësonte ekipi ekspertëve sesa i komisionit parlamentar. Nuk e di, e kam të shije personale këtë, megjithatë nuk keni detyruar të përgjigjeni. Jo, përgjigjem për këtë punë. Absolutisht grupi i ekspertëve, dhe vetëm grupi i ekspertëve, po them edhe gjë tjetër. Opinioni i Partisë Demokratike, ai i cili përshkruhet si vullneti politik në tekst, nuk është gjë tjetër, është vetëm puna e ekspertëve. Puna jonë. Nuk kemi asnjë lloj nuk. Jo, okay, megjithatë, prandaj ju e thatë qendrim nëse PD bën ato që ju sapo thatë, do të ishte, por do doja meqense kaluam më shumë minuta se ç'duhet çështja ekspert apo politikanëse në fundit në parlament do votohet i gjithë produkti. Unë do doja t'ju pyesje pak dhe do doja një mendim sinqert nga zoti Ali Bej për le të themi shtyllat e përmbajtjes së këtij drafti. Për shembull, le të marrim çështjen e votimit, 2/3 apo 3/5. Ju besoj këtu bien dakord, edhe mund t'u lexoj, të dyja këto variante sipas Komisionit Venecës janë legjitime dhe nuk ka asnjë problem. Madje për 2/3 që ju këmbgulni, kanë thënë se kërkesa për 2/3 duhet të ketë dhe padyshim një element zhbllokues sepse mund të rezultojë në ngërç. Por nga ana tjetër ka thënë dhe një pikë të drejtë që duhet pjesëmarrja e opozitës. Tani, zoti Ali Bej, pjesëmarrja e opozitës për ta bërë më konkrete, nga 11 gjyqtarë që për shembull do të përbëjnë Këshillin e Lartë të Drejtësisë, antarët, më falni. 5 do të votohen në parlament. Nëse nuk gabohem, ka një propozim nga ju që nga këta 5, 3 i zgjedh shumica dhe 2 opozita. Propozim që nuk është pranuar në mënyrë parimore nga zoti Xhafa në intervistë të dhënë pak ditë më parë, si diçka që e kap sistemin, ka thënë zoti Xhafa, por e kap nga 2 palët. Cili është varianti që ju keni, sepse duhet keni një variant për këtë çështje? T'ju bëj pak korrigjim. Juve thatë 3/5 ata dhe 2/3 ne. Jo, nuk është kështu, Denis. Unë kam qenë në fakt, në momentin kur është diskutuar çështja e shumicës në tryezën e ekspertëve, ajo çfarë unë kam thënë, in prima persona, kam gjithë edhe përgjegjësinë për ta thënë në mënyrë të pastër dhe merreni kështu siç është, çfarë unë po ju deklaroj. Ne kemi kërkuar që shumica prej 3/5 të mos aplikohej, sepse është e papranueshme për situatën konkrete, për raportin konkret parlamentar në kuvend. Te i kësaj, që thot më shumë se sa kjo shumicë, çfarë do lloj formule është e pranueshme? Çfarë do lloj formule e cila ka përfshin
ngërthen brenda një koncept. Pjesëmarrja substanciale e opozitës. Sa shumica ka, sa formula ka që e bëjnë këtë? Shumë. I ka shprehur komisioni vetë. Një prej të cilave është 2/3. Nuk këmgullin e 2/3 era Shevdiqa. Jo. Vetë Komisioni Venecias ka thënë disa prej formulave të mundshme. Kushti bazë për të cilin ne këmgullin dhe besoj që është racionale, është pikërisht pjesëmarrja substanciale e opozitës. Pse e bëjmë ne këtë? Për faktin që nëse janë 11 anëtar të Këshillit të Lartë gjyqësor, kështu quhet tashmë, ku 6 zgjidhen gjyqtarë dhe 5 do të zgjidhen nga kuvendi, pra që vinë nga politika, dhe këtu nuk ka ndonjë lloj problemi, është dhe standard që do duhet vinë nga kuvendi, nuk është shumë e shëndetshme që të vinë të emëruar të gjithë, të 5 nga ana e majorancës politike, nga ana e një fraksioni politik. Për këtë arsye do duhet kërkuar, do duhet përshkruar edhe një lloj mekanizmi balance dhe kontrolli midis palëve politike. Komisioni Venecias ka thënë këtë gjë. Janë disa formula, thot. Një formulë prej tyre që ju e parapëlqeni ose është favorite në qëndrimin e PD. Se këtu të dalim, supozojmë që nuk e ekziston shumica dhe qëndrimi i saj. Ne me dashje, PD-s? të drejtë për drejtë, nuk kemi shkuar deri në përzgjedhjen e një formule. Po ja kemi lënë të lirë Venecias, ekspertëve të majorancës, vetë majorancës, që të përzgjedhin një nga ato 3 ose 4 formula që janë aty. Për të treguar dhe për të dhënë edhe një sinjal që ne nuk kemi thjesht për të ngecur. O këtë formulë, o ndryshe reforma s'bëhet. Jo. Ne kemi lënë hapësirë pa fund që s'paku 1, 2 apo 3 formula që janë aty të zgjidhet një prej tyre. Madje dhe atë që ju e thatë që ne kemi ofruar atë formulën 2 opozita dhe 3 majorantë, nuk e kemi thënë. E ka thënë Xhafa, ta mbaj Xhafa. Xhafa tha, kjo është oferta e PD-s. Jo, absolutisht. Nuk është e vërtetë kjo? Jo, nuk është e vërtetë. Madje kur e kanë thënë në takimin që kemi pasur me komisionerët e Komisionit Venecias, unë kam thënë, po jo, nuk e duam kështu. Sepse kjo është qartësisht një ndarje politike. Këtë tha dhe zoti Xhafa. Këtë tha dhe zoti Xhafa. Dakor? E këtë po e them dhe unë. E kemi thënë ne më përpara. Por tashmë kemi këtë lloj dokumenti. Venecia thot këtë gjë. Mund të jetë 2/3, po do një mekanizëm zhbllokues. Ne kemi thënë gjithmonë, po, të ketë gjithmonë mekanizëm zhbllokues. Për 2/3, po për 3/5, për çfarëdo lloj shumice tjetër. Ka thënë proporcionaliteti. Në fakt të ka thënë Venecia. Nuk ka thënë 2 andej e 3 këndej. Ka thënë proporcionaliteti. Dhe për proporcionalitetin ka 1001 formula të cilat edhe mund të aplikohen. Në ka një formulë që ne e kemi thënë, që unë e kam thënë, që dhe Venecia e pohon, është pikërisht ajo formula që u tha në atë kohë kur ishin takimet e Komisionit e Ekspertëve, deri në momentin kur kjo legjislaturë të vazhdoj, pra ky raport forcash politike në parlament të vazhdoj, ne të ecim me një shumicë prej 2/3 me mekanizëm zhbllokues. Që do të ishte, cili do të ishte ky mekanizëm? Mekanizmi zhbllokues do të thotë është renditja që bëhet sipas meritës e gjithë kandidatëve. Nëse nuk arrihet në 2-3 votime, do 2-3 votime, parlamenti nuk arrin të zgjedhë atë që do me konsensus, do të thotë parlamenti s'do ta kryejë punën e vet. S'ka dëshirë ta kryejë punën e vet, dikush tjetër e zgjedh. Dhe kjo formulë është e përshkruar bukur fort në dokumentin e Venecias. Kjo është e vetmja që ne kemi thënë. A dini pse e kam thënë? E kam thënë thjesht dhe vetëm për të dhënë dhe sinjal, për të dhënë dhe mundësi në atë kohë, në turizën e ekspertëve, ta kalonim të impas, ta kalonim të ngërç. Në atë kohë, në një moment të parë, u pranua nga ekspertët e palës tjetër, po i quaj, dhe ditën tjetër u tërhoqën. Ky ishte në një fazë shumë të hershme. Sot ku jemi? Sot cili është varianti që parapëlqen më shumë PD, se do të jetë përgatitur Partia Demokratike. Ne jemi të përgatitur. Do jetë trueza, sido që të jetë ekspert politik, duhet të ketë një qendrim PD. Jemi të përgatitur, jemi shumë të përgatitur. Kemi pasur qoftë edhe për trystnin apo edhe zellin tepruar apo devocionin që duhet tregojmë ndaj faktit që reforma duhet bërë. Ne kemi elaboruar shumë e shumë formula. Veçse jemi aq të kujdesshëm, modestisht të kujdesshëm, që të mos ja themi majorancës apo palës tjetër që kjo është formula jonë. Në mënyrë që të mos japim atyre asnjë lloj shkaku, që ata të gjejnë një justifikim, të gjejnë alibi për të mos u afruar në tryezë e për të gjetur konsensusin.
Pra ne jemi kaq të përvojtur, por nuk na i thoni. Absolutisht, atëherë ta gjejmë bashk. Okej. S'ka më mirë se sa ta gjejmë bashk. S'ka më mirë se sa ta dialogojmë. Të paktën një gjë më thatë sot që për zgjedhja 3 ata, 2 ju nuk është e pranueshme. Politikisht nuk është e hishme. Jo, nuk e kap sistemi. Kjo është një formulë që nuk e kap sistemi. Ta sqarojmë këtë? Po. Sistemin e kap një ndërhyrje e një anshme politike. Një ndërhyrje e një maggjorance e cila nuk kontrollohet nga askush. Mjeti vetëm për ta kontrolluar dhe për ta balancuar, për ta neutralizuar një maggjorancë është vetëm opozita. Në qoftë se e anashkalon opozitën, është maggjoranca e cila ka fush betejë të lirë për të kapur çdo gjë. Aq më tepër kur ke një përballë një maggjorancë e cila është agresive dhe ka treguar edhe me shumë sinjale të forta që agresivitetin e vet ndaj sistemit gjyqësor. Gjithsesi unë po e them këtë gjë, për të qenë po themi të hapur për të diskutuar që elementet të cilët do duhet shkojnë në Këshillin e Lartë Gjyqësor apo Këshillin e Lartë Prokurorisë, dy trupa simetrike, njëra në gjyqësor, tjetra në prokurori, po përbërja e tyre është e ngjashme. Pjesa që do duhet të shkojë nga kuvendi do duhet të plotësojë 2 kushte të thjeshta. 1. Të vinë njerëz të cilët profesionalisht e meritojnë. Besoj kjo është një nga qëllimet të cilat do duhet synojë reforma. Dhe së dyti, këta njerëz të cilët filtrohen në mënyrë të qartë, të saktë, të sinqertë, objektive për profesionalizmin apo meritokracinë e tyre, do duhet të marrin dhe një mbështetje sa më të gjerë. Është ky koncepti themi i legjitimitetit demokratik. Pra të arrijmë që të bëjmë bashk aftësinë profesionale dhe mbështetjen e publikut nëpërmjet parlamentit. 2 kushte më së të arritshme. Secila nga ato formula e bën këtë, e arrin këtë lloj synimi. Por edhe një herë që ta sqaroj, nuk është formula 3 shumica 2 opozitas. Deri tani nuk është fituese. Jo, pra tani se nuk Denis, të saktësoj diçka. Do duhet të instaurohet një dialog, një dialektik midis palëve politike, në mënyrë që gjithë secila palë kur të jap votën, kur të jap vullnetin, kur të bëj zgjedhjen e vet se cila do të jetë ajo formulë që na kënaq interesat tona, vetëm në atë mënyrë çdo lloj formule, një nga ato që ka thënë Komisioni i Venecias, vetëm atëherë celebrohet. Vetëm atëherë ajo konsiderohet e mirë funksionale nga një anë dhe së dyti e gjithë pranuar. Unë mund të kem, po themi, mund të kem prirjet e mia, mund të kem dëshirat e mia se cilat mund të jetë 1, 2 apo 3 formula, por nuk është kjo e rëndësishme. Prandaj zëri i ekspertit në këtë rast pak rëndësi ka në këtë moment. E rëndësishme është që zëri i politikës, vullneti i politikës, kur arrin bashkë, ajo që do gjej është sigurt që do të jetë funksionale. Të ecim me një tjetër pikë që është e rëndësishme, njësia antikorrupsion apo SPAK, pak a shumë kështu është etiketuar. Prokuroria speciale po e themi. E zgjidh më në fund edhe këtë ngërçin e krijuar edhe me byron kombëtare të hetimit, zoti e kënaq në një farë mënyre, le të themi atë që ju donit në lidhje me byron, se u kuptua që byroja nuk është se do funksionojë ashtu siç u soll nga qeveria, por kjo strukturë që është njësia antikorrupsion, jo në varësi të prokurorit përgjithshëm, besoj ju jeni qartë edhe nga drafti këtu, nuk ka dilema, do të jetë në varësi thjesht formale, por aktiviteti i saj do të jetë autonom. Ju e keni dëgjuar, e lexuar më mirë se unë, e kuptoni më mirë se unë draftin, do të ketë varësi nga prokurori i përgjithshëm. Pra, kjo formulë ju kënaq në lidhje me hetimin e zyrtarëve të lartë? Ju sqaroj. Debati filloi nga Byroja Kombëtare e Hetimit. Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila ishte një nukël brenda Policisë së Shtetit. Policisë së Shtetit, pra pjesa e ekzekutivit. Debati vazhdoi, ajo cila ishte pika, cilë palët debatuan, ishte se administrativisht nga do të varej Byroja Kombëtare e Hetimit. Ajo që solli qeveria, që e solli, po nuk dihet se ku është tani. E kanë miratuar në qeveri. E kanë çuar në kuvend. Është në tryezat e kryetarit parlamentit. E nuk dihet, a është mbi apo është nën tryez. Po, se drafti ka sqaruar disa gjëra, prandaj them që ju kënaq kjo. Jo vetëm kaq, po për të qenë konkret dhe për të qenë vërtet besnik të asaj çfarë ka ndodhur realisht,
Drafti I parë I amendamenteve kushtetuese, ai I shtatorit, e përmendte Byron Kombëtare të Hetimit. Po, pika 90 mos gaboj, që duhet Po. Drafti I dytë, ai I rishikuari, ai datës 15 janar të vitit 2016. Në dorë tani? Po pra, drafti I amendamenteve kushtetuese, çuditërisht nga ana e maggjorancës, teksa shkroi draftin e rishikuar, e hoqi. Nuk sot në tekstin e draft amendamenteve kushtetuese nuk e gjen më Byron Kombëtare të Hetimeve. Po. Njihet thjesht dhe vetëm, po quajmë prokuria speciale, edhe një lloj njësie hetimore. Do të thotë që në atë kohë kuptuan gabimin, kuptuan që nuk shkonte, lexuan qartë dhe sakt paragrafin 90 të Komisionit Venecias, dokumenti I parë, I cili thoshte qartë: varësia e Byros Kombëtare të Hetimit nuk duhet të jetë nën ekzekutiv, duhet të jetë nën prokurori. Formalisht. Kështu thot draft. Esencialisht, jo vetëm formalisht. Jo, unë mund t'ua lexoj, e kam këtu, kështu që këtu paktën e kam lexuar disa herë këtë dhe mund ta lexoj. Lexoni dhe u jap në sqarimin. Ja ku është? Po. Instrumentat parashikon. Po, Komisioni I Veneces në opinionin e tij e ka mbështetur krijimin e njësisë së ndjekjes penale e timit të specializuar kundër korrupsionit, të cilat gëzojnë një autonomi të caktuar nga sistemi I përgjithshëm I prokurorisë. Po pra, të shpjegoj. Dhe më poshtë jep dhe shembullin të prokurorisë. Po, përgjithshme. Pra ka dy gjëra, Prokuroria speciale, po I quajmë këtë emër, për lehtësi kuptimi, do duhet të ketë një lloj autonomie deri në pavarësi totale. Këtu është segmenti se ku duhet të lëviz kjo prokurori speciale nga prokurori I përgjithshëm. Po. Ne nuk e kishim këtu problemin. Ne jemi dakord që prokuroria speciale të ketë një lloj distance nga autonomia deri në pavarësi nga prokurori I përgjithshëm. Po. Edhe në momentet e para, kështu ka qenë. Po. Nuk diskutohej marrëdhënia apo raporti midis prokurorit speciale dhe prokurorit përgjithshëm. Këtu diskutohej diçka tjetër. Po. Byroja kombëtare. Pra, policët e Ministrisë së Brendshme. Po. Do duhet të ishin në varësi të Ministrit të Brendshëm, po, apo të jenë në varësi të prokurorisë speciale. Kjo është I gjithë problemi në këtë mes. Me fjalë të tjera, raporti midis prokurorisë dhe policisë. Kjo është çështja thelbësore që diskutohet. Me fjalë të tjera, prokurorët a do t'i kenë në varësi policët të cilët bëjnë veprime hetimore? Apo oficerët e policisë? Po flasim për prokurorët e kësaj strukture speciale. Gjithmonë për këtë. Gjithmonë për këtë, nuk kemi asnjë lloj dyshimine. Patjetër. Pyetja është, oficerët e policisë, ata që kryejnë veprime të vogla hetimore në funksion të ndjekjes penale, do t'i binden prokurorit special apo do t'i binden Ministrit të Brendshëm? Kjo është dilema. Ju jeni për variantën? E tham ne, e tha në paragrafin 90, Komisioni Venecias dokumenti I parë, e thonë përsëri, absolutisht varësia e këtyre funksionarëve, këtyre oficerëve të policisë, që do të kryejnë këto veprime hetimore, do duhet të jetë qartësisht nën prokurorin special dhe jo nën Ministrin e Brendshëm. Po, këtu unë mund të lexoj edhe më poshtë, do të Alibej thotë qartësimi I pavarësisë të prokurorit posaçëm nga prokurori I përgjithshëm, që përmban projekt ndryshimi I rishikuar, është mirëpritur nga Komisioni I Venecias në zbatim të rekomandimit të opinionit. Edhe e kemi thënë ne. Pra, kemi qenë ne që kemi thënë. Ju jeni dakord që struktura e re të mos ketë varësi nga prokurori I përgjithshëm? Dhe ua shpjegoj pse. Ju jap dhe arsyeën pse. Jeni dakord ju personalisht apo edhe PD, që të jemi në një linjë? Tani, u flas. Ai qartë, okay. Shumë kam thënë dhe kemi diskutuar. Historia e prokurorit special, prokurorisë speciale, e cila është një instrument I cili së fundmi ka dalë dhe kryesisht ka dalë në Europën lindore. Demokraci, demokraci të cilat kanë pas probleme themi me fenomenin e korrupsionit. Ka njohur faktin që sistemi I prokurorisë siç është I ndërtuar, siç është në perëndim, ka pasur probleme të mëdha për të përballur me shpejtësinë apo me gjerësinë me cilët është shpërhapur fenomeni korruptiv. Ndoshta edhe për faktin që vetë sistemi I prokurorisë, siç është I ndërtuar, nuk është në gjendje ose të paktën nuk ka impulse të brendshme për ta luftuar energjikisht fenomenin korruptiv. Për këtë arsye, ç'kan bërë?
kanë krijuar trupa të specializuar prokurorësh, të cilët kanë fokusin e tyre thjesht dhe vetëm korrupsionin. Ne kemi futur të zyrtarëve të lartë, gjyqtarëve dhe prokurorëve, këtu është futur edhe krimi organizuar. Dakor deri këtu? Po. Jo vetëm kaq, por është pasur gjithmonë frika që duke qenë se prokurorët e përgjithshëm kudo në lindje, po dhe në perëndim xhanëm, emërohen, sepse kështu duhet të jetë, edhe me një lloj pjesëmarrje të vogël të parlamentit, pra të një trupe politike, kanë pasur gjithmonë frikën se një prokuror i përgjithshëm i cili është kreu i gjithë kësaj piramide, të mund të influenconte negativisht tek lufta ndaj korrupsionit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe politikanëve të lartë. Për këtë arsye kërkohet pikërisht kjo distancë nga prokurori special, nga prokurori i përgjithshëm, që ky prokuror i përgjithshëm, i cili emërohet, dhe kështu do të emërohet gjithmonë nga kuvendi, pavarësisht shumicës, të mos ketë asnjë dozë influencë ndaj prokurorëve special. Dhe këtu jemi dakord. Kjo është arsye sepse kërkohet kjo. Pra ju jeni pro autonomisë dhe pavarësisë. Absolutisht, sepse ky është i standardi i Komisionit. Dua t'ju bëj një pyetje teknike dhe besoj do doja një mendimin tuaj pre-eksperti në këtë rast. Komisioni i Venecias vë faktin që ka një paqartësi se në fund ky krye prokuror i ri, le të themi, shumë i fuqishëm, sepse madje është më i fuqishëm dhe se prokurori i përgjithshëm. Ku do t'japi llogari? Ku do t'japi llogari? Këta e kanë dhënë përgjigjen tek Këshilli i Lartë i Prokurorisë që do të krijohet. Ju jeni dakord me këtë? Jo, këta nuk kanë dhënë përgjigjen, në fakt. Jo, kanë thënë, pavarësisht ata lexojmë, meqense unë e kam marrë dhe këtu është më mirë. Bota juridike e Komisionit të Venecias është më e këndshme se bota e politikës sonë. Pavarësia e kryeprokurorit posaçëm nuk do të thotë që ai nuk jep llogari përpara ndonjë autoriteti në rast të shkeljeve. Në rast të shkeljeve të rënda, KLP, që është këshilli që u përmenda, duhet të jetë në gjendje që ta largojë atë nga detyra, megjithatë pa hequr atij autonominë e tjera. Pra, këta japin një lloj zgjidhje. Jeni dakord ju me këtë zgjidhje? Japin një lloj zgjidhje. Ne kemi qenë dakord me ngritjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një standard tashmë i kristalizuar, i përpunuar në dokumentet e Komisionit të Venecias. Një organ i cili mbron mbi të gjitha statusin e prokurorit. Prokurori i përgjithshëm është funksionari shtetëror i cili do duhet merakoset dhe do duhet mbaj përgjegjësi për funksionimin e sistemit të prokurorisë si një tër, kurse statusin e prokurorit individual e mbron Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kështu ndodhet edhe në sistemin gjyqësor. Vjen problemi tek prokurori special, i cili së pari do duhet ketë një lloj distance nga prokurori i përgjithshëm, por nga ana tjetër nuk do duhet të jetë tërësisht jo llogaridhënës. Jo, merremi mend, një prokuror i cili nuk jep llogari askund, i cili mund të bjerë pre edhe ndoshta edhe presioneve, jo politike në këtë rast, po presioneve të tjera, korruptive, të mos performancës, të pse jo, edhe të manipulimit politik. Do duhet jap llogari. Jemi në një sistem kontrolli dhe balance. Ajo çfarë ka thënë Komisioni i Venecias ka thënë këtë gjë. Do të ishte mirë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ky organ i cili merret me statusin e prokurorit, të kishte të drejtë të tërhiqte veshin prokurorit special. Kur del nga binarët. Pyetja tjetër është kjo. Kush do ta investigojë? Se Këshilli i Lartë i Prokurorisë është të thuash gjykata që do të marrë masën ndaj prokurorit special. Po kush do të jetë prokurori i prokurorit special? Kjo është çështja thelbësore që do duhet të diskutuar dhe që do duhet dhënë një lloj zgjidhje. Edhe për mënyrën e se kush do ta emërojë këtë prokuror ka le të themi ose këtë strukturë. Ka ambiguitet, nuk dihet. Keni ju le të themi që ne kemi Denis, kemi përgjithë. Po jo, ajo që unë dua të them në këtë rast është kjo. Pavarësisht shumë zgjidhjeve të larmishme që mund të kemi përpunuar ne. Për hesapin ton, si njëra palë e parlamentit, si njëra palë e politikës, e cila ka peshën e vet paritare në këtë rast në miratimin e draft amendamente kushtetuese, ç'është e rëndësishme është që do duhet, nëse kemi qëllimin për ta miratuar draft amendamentet, reformën, do duhet të shohim edhe se cilat janë zgjedhjet që jep edhe pala tjetër. Ti shohim nëse zgjedhjet e tyre përputhen me zgjedhjet tona. Po si bëhet kjo? Duke ulur, duke pasur një debat politik. E shoh që nuk do marr variantën tuaja sot, megjithatë të falenderoj për këtë shqetësim që shprehet, pra sipas PD-s
kush do të hetoj prokurorin special ose në rast se ai shkel ligjin ose devijon nga misioni i tij. Po dhe se kryen detyrën. Po dhe se kryen detyrën. Padyshim. Ndërkohë do doja t'ju pyesja pak për atë çfarë ka ndodhur me prokurorin e përgjithshëm dhe 4 prokurorë të rrethëve janë të rëndësishëm dhe ata që u larguan në mënyrë të çuditshme. Keni një mendim se unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që të largohen në mënyrë demonstrative nga detyra. Mendoni që mund të jetë efekti i ligjit të dekriminalizimit? Jo, nuk di të them, kjo varet gjithmonë është çështje e cila ka të bëjë me sa informacion ke. Informacioni im është thjesht nga media. Ju ka bërë përshtypje kjo fakt? Jo, s'm ka bërë përshtypje sepse 4 prokurorë, drejtues prokurorie japin ndërheqjen. S'ka ndodhur më parë. S'ka ndodhur më parë, po bën vakim mund të ketë ndodhur edhe në histori që nga ana e prokurorit të përgjithshëm të jetë bërë kontrolle. Në fakt, kështu duhet të ndodhë, bëhet kontroll mbi mënyrën se si menaxhohen prokuroritë e rrethëve. Po. Bën vakim mund të dalë edhe me problematikë, nuk e di. Kjo është thjesht çfarë unë hamendoj, nuk di të them se cilat janë motivet, por nuk më duket që të ketë një lajm në këtë mes që 4 japin ndërheqjen. Unë do dëshiroja që nëse janë të ndërheqjen, të jetë ndërheqja për shkak të faktit që kanë kuptuar që s'ka qenë performant në detyrën e tyre. Është sjellje mirë, njëri kur kupton që s'është performant në punën e tyre, në detyrën e vet, jep ndërheqjen. Është sjellje e mirë. Në fakt unë ju pyeta mbi bazën e reformës që ka sjell Komisioni i Venecës, do t'ju bëj një pyetje që shumë qytetarë bëjnë, zoti Ali Beaj, për këtë reformë. Qëllimi i reformës është të dënojë ministrat, ish-ministrat, ministrat e të majtës, të djathtës, sepse korrupsioni nuk e bën njerëzit e thjeshtë. Dhe ajo që pyetja që ngren njerëzit është si ka mundësi që këta politikanë po bëjnë reformë që të dënojnë veten. Mos duket pak naive kjo reformë, zoti Ali Beaj, apo është për këtë tutje? Çfarë ndodhi deri sot nuk do hetohet? Nuk e shoh fare. Si i përgjigjeni këtij shqetësimi? Po i përgjigjem. Dhe mosbesimi që ka publiku tek kjo reformë. Unë po them këtë gjë, nëse kushdo nga publiku, unë nuk besoj që ky është perceptimi i publikut. Nëse publiku mendon që kjo do të jetë një reformë e cila do të përfundojë thjesht dhe vetëm në ca skenare më vonë që të fillojë dhe të dënohen apo të hetohen politikanët dhe vetëm kaq. Kjo është shumë e gabuar. Kjo është shumë e gabuar. Absolutisht. E do të them unë që nuk është ky në fakt perceptimi apo ndjesia e publikut. Reforma bëhet për një qëllim tjetër. Reforma bëhet për qëllimin që shërbimi i drejtësisë të jetë i tillë që të japi favore publikut. Të jepet një drejtësi në kohë të shkurtër, të jepet një drejtësi transparente, të jepet një drejtësi e drejtë për publikun. Si bëhet kjo? Kjo bëhet duke i garantuar një status të fortë, të qëndrueshëm, imun gjyqtarëve dhe prokurorëve, imun nga ndërhyrjet e politikës, po flasë. Mos ma ngatroni me të tjera koncepte. Në rastin se arrihet që gjyqtarët të jenë të tillë, që kur i bie numri i telefonit nga kryeministri, ja vetëm t'ia kthej, por ta konsideroj si ndërhyrje e rëndë e kryeministrit në çështje të drejtësisë dhe kjo të përbëj vepër penale e kryeministrit për këtë arsye dhe thjesht për këtë arsye të shkojë e të hetohet, absolutisht ky është qëllimi i reformës. Nëse do të kemi trup gjyqtarësh të paepur për shkak se statusi i tyre është i tillë, të mirë paguar, që mbrohen, profesionistë të pakorruptuar, me integritet të lartë profesional, e po kështu edhe prokuror, pak rëndësi ka se kush vjen në bankën e të akuzuarve. Një që përdor armë pa leje e që godet publikun, apo një kryeministër apo një ministër i korruptuar. Këtu ndodhemi pikërisht në situatën ku drejtësia është e verbër dhe thjesht dhe vetëm në mënyrë rutinore bën punën e saj. Duhet parë sepse ky është qëllimi i reformës vetëm në këtë mënyrë. Shërbimi i drejtësisë i shpejt, pas varritje, publik, i drejt, koherent në të gjitha rastet, kjo është drejtësia. Ky është qëllimi që të gjithë palët do duhet të synojnë. Në qoftë se gabimisht është krijuar perceptimi që po bëhet një reformë, që kjo reformë andaj të jetë e tillë që të marrë në hetim kryeministrin, ministrat, dhe vetëm kaq. Jo vetëm kaq, po një nga qëllimet ose një nga fenomenet që spondon në Shqipëri është dhe ky. Po pra, spondon siç ka ndodhur në Rumani, në Kroaci, në Bullgari. Të jemi sinqert, unë nuk jam thjesht dhe vetëm, nuk kënaqem fare me faktin që nëse do të shoh thjesht dhe vetëm
një drejtor, ministër nesër, të jetë në hetim të kënaqen me të thënë që po, reforma ja arriti qëllimit. Jo, nuk është kjo. Reforma duhet të jetë e tillë që jo vetëm një ministër, po çfarë do lloj ministri, çfarë do lloj kryeministri, ta hetoj dhe ta hetoj deri në një, ta hetoj pa emocion politik, se kjo është e rëndësishme, ta hetoj si një njeri të thjeshtë. Ju bëj një pyetje personale. Ku para ligjit do të Zoti Alibej, si ministër i drejtësisë në kohën që shërbyet, i keni rënë ndonjëherë telefonin të ndonjë gjyqtari? Jo. Asnjëherë. E jo vetëm kaq. Por sa herë që kam pasur ankesa, kërkesa, të themi nga publiku, që kanë ndodhur që gjyqtar të kenë dhënë vendime sipas tyre jo të drejta, ku proceset gjyqësore të tyre të jenë zvarritur, apo ku të ketë pasur edhe ndoshta pretendime për korrupsion, kanë bërë vetëm një gjë. Kanë filluar procedimet penale. Dhe nëse bani mend, kur unë kam milituar si ministër i drejtësisë, ka pasur jo pak, por ka pasur 25 gjyqtar të hetuar administrativisht dhe të çuar para Këshillit të Lartë të Drejtësisë. I mbani mend se si kanë qenë debatet e nxehta të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Patjetër, edhe një debat ishte edhe ditët e fundit ku u votua dhe gjyqtari i apelit Tiranë u fol për një 8-1 që tregon në farë mënyre që PD vjen ta ketë influencë në gjyqësor. Po pse nxjerrni këtë? Çu të paktën është përfolur se gjyqtari i emëruar është më pranë PD-s ose ka qenë edhe në vendimet që ka dhënë ka qenë pranë Partisë Demokratike. Jo, tani kjo është ta abuzosh me atë çfarë është realitet. Ju keni gjykim për gjyqtarin Demira mos gaboj? S'kam asnjë lloj gjykimi. Për punën e tij, performancën nuk e di, ka qenë as për njërin, as për tjetrin. Jo, në kohën kur kam qenë ministër drejtësie, po zotria në fjalë ka qenë gjyqtar, ka qenë në Gjirokastër. Ka qenë në Gjirokastër. Ka qenë dhe antar i Këshillit të Drejtësisë në atë kohë. Por ajo çfarë mua më tërheq është ky fakti që do thoni që PD-ja, çfarë ka PD-ja? PD-ja nuk ka asnjë lloj pjesëmarrje, asnjë lloj influencë. Ne jemi në një përveç faktit të them, unë jam i drejtë për drejtë në këtë diskutime dhe më pëlqen që bëjmë këtë diskutime, se është shumë mirë. Ja t'u them. Juridikisht ndoshta nuk shkon pyetja, por ne jetojmë në Shqipëri dhe kur dy gjyqtar konkurrojnë, njëri është me të majtën, tjetri me djathtën, paktën perceptivi i publikut. Dhe ajo që për publiku perceptoi ishte që fitoja i djathtës. Jo, atëherë. Paktën ta çojmë deri politikisht, atëherë me që zbritëm deri këtu në diskutimin. Ai që humbi që ju e quani të së majtës, në fakt e mbani mend që para ca kohe u propozua për të qenë antar i gjykatës lartë dhe nga ana e kësaj maxhorance të majt u rrëzua. Tani çfarë duhet them unë? Unë duhet të them që është i djathtë. Pas kanë qenë të dy të djathta. Që do thotë edhe para stres, që do thotë para stresa juaj e bie. Jo, unë t'ju them. Nuk ishte një pyetje për ju, por politikisht. Nuk kam asnjë lloj problemi. Jo, vetëm kam një gjë, domethënë që është mirë që të mos abuzohet me këtë lloj situata, sepse nëse do flasim për prezencë ose jo në KLD, sot që flasim, të së majtës, të PD-s apo të PS-s, mund të bëj një llogari fare të thjeshtë. Doni ju ta quaj unë presidentin e Republikës PD-s, po e quaj. Atëherë, një PD, sa antar të emëruar nga ky kuvend, nga kjo maxhorancë, ke 3 antar, të cilët mbani mend shkarkimin që i bën antarëve të mëparshëm të nënkryetarit të KLD-s që u shkarkuan me një ligj i cili u shpall antikushtetues, u emëruan 3 persona të cilët kanë afiliacion të qartë të kësaj maxhorance. Pra, PS-ja ka 3 e PD-ja ka 1. S'mjafton kaq. Po dhe ministri që është i kësaj maxhorance. Pra, politikisht prezenca, dakor, okej. 5 të tjerë që votuan? 5 të tjerët, 8 të tjerët, 9 të tjerët janë gjyqtarë. Tani, unë nuk e marrë kur guximin dhe askush duhet ta marrë guximin që gjyqtarët i quaj të së majtës a të së djathtës. Sepse kjo e para nuk është e hishme, po edhe nuk të çon në asnjë lloj diskutimi. Pra ke një KLD ku 9 gjyqtar, i ke gjyqtar, i ke pangjyr, ke 3 antar të maxhorancës, të së majtës, ke edhe një të së djathtës po i quaj. Kush fiton këtu? Në këtë rast mund t'ju them fare qartë që ai që është zgjedhur sot, kryetar i gjykatës së apelit, është qartësisht i bie të jetë një përfaqësues i maxhorancës, një të majtës. Po, megjithatë ju keni qenë në Nuk është kështu, të them që nuk është kështu, nuk është kështu se e morë me sportivitet apo. Po, patjetër dhe unë absolutisht është një gjyqtar i cili është vlerësuar në atë rast
që tjetë më performant se sa ai që ishte, ka që thjesht. Po, unë të falenderoj zoti Alibe, në fakt 45 minutat tona kanë përfunduar një batut shumë shkurt, sepse nuk kemi kohë, vetëm 30 sekonda. Ku do t'jetë nesër kandidat për deputet Alibe? Sërish në Fier apo Jo, fushata ka nisur, nuk është pyetje. Jo, absolutisht e parakoshme, unë them, mos e meni. Unë të gjithë nuk kam nga këto asnjë lloj. Jo, e qartë se Basha ka nisur fushatën. Unë e kam filluar, e kam ushtruar funksionin, po themi, si thua, të aktivistit Partisë Demokratike në qarkun e Fierit. Kështu që aty do jeni, po e marr. Kur të vendoset, kjo do të vendoset nga kryetari i partisë. Unë do të kisha dëshirë të isha, po, në qarkun e Fierit. Do të vendosim pastaj, sigurisht, forumet e larta të partisë. Ishte kënaqësi që ju kishim në. Faleminderit për ftesën, Denis. Të nderuar televizionist, kemi ardhur në fund të emisionit 45 minuta për sonte. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të takohemi sërish të martën tjetër. Natën e mirë dhe mirupafshim. Minuta.